Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 27 deri më datën 2 nëntor të 2025. Duket se pikërisht kjo javë është javë zhvillimi, ndryshimi, mundësie dhe gjërat e paqarta qartësohen. Mundësitë që kanë të bëjnë edhe koha që është në favorin ton, për sa përket këtij muaji, dhe mundësitë që jepen, sepse fillimi i nëntorit duket se ka disa gjëra që do të ndikojnë, dhe kjo javë është një javë që na ndihmon për të marrë vendime, ndryshime, kohën e duhur në çdo aspekt, në çdo kohë që neve kemi dhe jemi. Për sa i përket dhe çështjeve që neve kemi në lidhje me ndryshimet e punës sonë, për disa gjëra mund të mos ta pëlqej, por kjo nuk do të thotë se nuk është realizueshme ose kemi pasur probleme të tipit nëse neve duam të nisim diçka dhe nuk e nisim dot, ose e kemi nisur na ka ngel në mes për arsye ekonomike, ose një dokument që na duhet apo të kësaj natyre, duket se kjo javë na ndihmon në këto gjëra dhe mund të bëjmë diçka që neve ta stabilizojmë në lidhje me ekonominë, në lidhje me atë çka jemi, atë çka duam neve të vazhdojmë veprojmë, dhe gjitha këto na ndihmojnë dhe na japin mundësinë për të zgjidhur çështjet problematike ose gjëra të tjera. Por le të hedhim një sy pikërisht kësaj jave, çfarë ndodh dhe çfarë duhet të bëjmë kujdes dhe ku duhet të nisim diçka që të jetë e realizueshme dhe të jetë e kuptueshme për gjërat e tona që ne duam të bëjmë. Kemi datën 27, ku Marsi nga Akrepi takon Jupiterin në një trekëndësh, duke dhënë mundësi për të ndërmarrë veprime, iniciativë dhe fillime të suksesshme për të avancuar në planet tona që kemi pasur dhe duam të realizojmë. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç janë Gaforja, Akrepi, Peshqit, Demi, Virgjëresha dhe Bricapët të dhjetit të tretë, ose ata që kanë diellin apo ascendente në këto shenja, gjithashtu nëse kanë përballë këtyre shenjave kanë planetet që u jep mundësi për zgjidhur një çështje apo një ndryshim të tyre. Kemi datën 28, ku data 28 Mërkuri në Akrep, që formon një trekëndësh me Neptunin në Peshk. Ky është një kënd që tregon intuitën dhe instiktin e fortë, frymëzimin, artin, imagjinatën, zgjuarsinë, kreativitetin dhe gjërat e tjera për të bërë një udhëtim të shkurtër për një lëvizje që mund të jetë përfituese ose diçka tjetër. Përfitojnë shumë shenjat e zjarrit dhe shenjat e tokës. Shenjat e zjarrit siç janë Dashi, Luani, Shigjetari. Shenjat e tokës siç janë Demi, Virgjëresha, Briciapi. Këto shenja kanë një ndikim shumë të mirë, sepse edhe në ndryshimin e punës dhe me ndryshimin e tyre që ata kanë, duan të nisin, duan të stabilizojnë, është momenti më i mirë dhe më i duhuri. Gjithashtu është koha e duhur mbi stabilizimin dhe korrektësinë tuaj. Momenti dhe periudha që ndodhin këto fenomene është pikërisht në këtë ditë. Prandaj bini pas, sepse data 28 ju frymëzon, ju jep mundësi dhe gjërat të rëndësishme për sa i përket çështjeve që e keni. Kemi datën 29. Mërkuri nga Shigjetari, edhe pse Shigjetari është në shenjë ku Mërkuri është teorikisht ndikues, ai sundon të kundërtën e saj tek binjakët. Na jep mundësinë të jemi pothuajse pozitiv në mënyrën se si e mendojmë ne, optimizmin ton, për të hapur qasje, rrugtime të reja dhe na jepet mundësia që neve të realizojmë disa plane që neve kemi, sepse fundit çdo njeri mundohet për më të mirën që të japi si në treg, si në punë, si në biznese apo dhe në role drejtuese. Sigurisht që në këtë shenjë do të kthehet në një ndikim shumë të mirë, duke pasur parasysh sepse është shumë i dobishme në planifikimet e udhëtimeve. Sigurisht duket se në retrograd, ku nga data 9 indikimit dhe nga 11/9 që ka filluar i ndikim i ndryshim shumë të madh, dhe tani që do të rrihet në Akrep në retrograd, dhe kjo do të thotë që ka të bëjnë me ndryshime të mëdha, ka të bëjnë me ndryshimet çështjeve që kanë lidhje në punën, ndryshimin e madh, por gjithsesi
Mërkuri në retrograd në 19-11 dhe përfundon me 29-11 në retrograd. Do të gjendë përsëri në shenjën e Shqiptarit në 12-12, ku këtu jep disa mundësi dhe disa çështje që neve mund të mbyllim një herë e mirë problemet që kemi pasur me të shkuarën ose disa çështje të tjera. Shumë ndikohen shenjat e ujit, siç është akrepi, gaforja, peshqit, indikim mjaft pozitiv dhe mjaft ndikues në ato që juve doni të bani. Kemi datën 30. Data 30, ku Marsi që formon nga akrepi një kënd shumë pozitiv me Saturnin tek peshqit, do të thot vendosmëri, do të thot angazhime ndaj qëllimeve ambicioze dhe sukses afatgjat. Kjo lidhet shumë me çështjet e punës, karrierës dhe ndryshimet. Favorizon shumë shenjat gaforja, akrepi, peshqit, të dhjetit të tretë, pra shenjat e ujit, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Në të njëjtën ditë, Mërkuri formon në një kënd me Uranin, që krijon një ndikim shumë të madh, se lidhet shumë me komunikimin, teknologjinë, me mediat, disa çështje që kërkohen pak vëmendje, jo nxitim. Mos të nxitohen nga mbasditja, fjalë, binjak, virgjëresh, shigjetar, peshk, ose djetë që kanë këto shenja, por kjo nuk do të thotë se ka problem për të shqetësuar, por kërkohet pak me kujdes dhe ndikime më të mëdha në atë çka neve kemi. Kemi datën 31 tetor. Gjashtkëndshi Mërkuri që formohet nga shigjetari me Plutonin në ujor, gjë që na ndihmon të kemi mendime të pastërta, të kthjellta dhe nisma të reja që duhen bëjmë. Zgjidhim lehtësisht misteret, enigmat dhe gjërat të mëdha në punën tonë. Përqendrohemi tek qëllimet tona, ndikohen kryesisht pozitivisht shenjës së zjarrit, siç është Dashi, Luani, shigjetari, por gjithashtu edhe shenjat e ajrit, siç janë binjakët, peshorja dhe ujori, ose dielli që kanë ascendente në këto shenja. Kemi datën 1 nëntor, ku shumë ndikime, favorizime, mundësi, takime të rëndësisë së veçantë, sepse lidhet me një çështje madhore ekonomike dhe kjo ju bën që sado që juve mundoheni shumë në fakt për të nisur një diçka të re, por të mos harrojmë se çdo fund muaji ose fillimi muajit që ndodh në ditën e shtunë është një resume e kohës së shkuar, e përgatitjes së tashmes dhe të jemi në gjendje për të ardhmen të sigurt, sepse dita e shtunë ka shumë mundësi të na japi në lidhje me ekonominë, në lidhje me stabilizimin, në lidhje me vendimin dhe ndryshime të mëdha që do të kemi tani atutje, dhe kjo është diçka shumë e mirë e mbar në ato që bëjmë. Edhe pse kemi pasur probleme me ligjin ose kemi pasur probleme me çështjet që nuk janë realizuar akoma ose kërkojnë zgjidhje, duket se e merrni në këtë periudhë. Është periudha më e mirë dhe gjërat e tjera që do të keni ose momentet e duhura që janë në fushën e karrierës suaj, por kjo nuk ka vend për të shqetësuar, sepse gjërat janë mjaft të mira dhe duhet pak duruar për sa i përket planeve që neve kemi dhe mundësive që na jepni. Dita e diel, e datës 2 nëntor. Kemi një ditë e diellit, ku na jep shumë mundësi për të realizuar disa plane. Kemi pasur një problem, një blerje pasur e paluajtshme dhe jemi marrë shumë me atë, por nuk kemi gjetur zgjidhje. Edhe pse gjërat janë anën tuaj ose ka të bëjnë me diçka shumë të rëndësishme për anën ekonomike financiare, për gjërat që duhet nga ndonjëherë dhe neve t'i realizojmë ose të plotësojmë disa dëshira që neve kemi, dhe ka dëshira mjaft të realizueshme për kohën, për momentin, për çështjet afatgjat në lidhje me komunikimin, në lidhje me disa ndryshime mjaft të mira pozitive, por njëkohësisht jeni mjaft të ndikuar, të ndërlikuar për gjëra të mëdha financiare, por megjithatë është një periudhë tani, është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive për sa i përket ndryshimit të madh, për sa i përket karrierës dhe gjërave që neve duam të bëjmë. Është një mundësi shumë e mirë gjithashtu, sepse edhe mundësi që ju jepen, duke pasur parasysh çështjet e financave ose lidhjet që kanë të bëjnë me
anën ekonomike, lidhje me dashuri. Dita e diel, dashuria e munguar, ditën e diel zgjidhet edhe pse keni pasur debate, probleme nga më të ndryshmet, por vjen një moment tani që është moment gëzimi, ku gjërat janë favorite, ku gjërat janë dhe kanë mundësinë e mirë në gjërat e juaja, dhe kështu që kjo nuk do të thotë se është problem, ose nuk do të thotë se ka të bëjë me disa çështje të pazgjidhura ose gjëra që do të keni. Nuk lidhet me fare me çështjet ose me ekonominë dhe çështjet vendimtare. Megjithatë, i keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimit tuaj. Tani, pa humbur kohë, por para se të fillojmë me parashikrimin e 12 çështjeve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikrimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndikuar dhe çështjet që do të keni në lidhje me një çështje pune ose një çështje, çdo lloj është ajo, mund të shikoni dhe se si funksionojnë gjërat nga ana juaj, edhe e shikoni, e klikoni dhe jeni gati pastaj për zgjidhur për gjithë çka juve dëshironi, sepse lidhet shumë me takimet që bëjmë ose gjëra që do të kemi, sepse atje zgjidhim problemet nga më të ndryshme që mund të jenë. Flasim bashk nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Por ju që doni që në kohën që ne jemi live, e dëshironi që të merrni një mesazh, në kohën që e dërgoni mesazhin, e të merrni drejt për së drejti përgjigjen, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ja pra, dhe pastaj përgatisni mesazhin dhe jeni gati për ta dërguar mesazhin dhe të merrni drejt për së drejti përgjigjen, sepse neve çdo të mërkur jemi live me pyetje përgjigje ose tema të rëndësishme që neve trajtojmë çdo të mërkur ose ditë tjera të javës. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e ndryshimit, e vendimit, e mundësive, që do të thotë shenja e dashit. Periudhë shenjës së dashit, duket se kjo periudhë është periudhë që lidhet shumë me ekonominë, lidhet shumë me një çështje, do të thosha pozitive, por ka të bëjnë me disa ndryshime në lidhje me takime pune, në lidhje me gjëra që nëse do flasim se si funksionojnë gjërat, unë mund thosha që funksionojnë në lidhje me çështjet e ekonomisë dhe lidhje me vendime që merrni. Por mos u shqetësoni në anën tuaj, se ka diçka shumë të madhe, ka diçka që për një arsye apo për tjetër juve mërziteni, por kjo nuk do thotë se nuk realizohet, nuk do thotë se keni probleme. Është një moment shumë i mirë, është një moment që keni të bëni me disa kontakte të rëndësishme, përsa përket kësaj jave, përsa përket punës suaj, përsa përket gjërave të mëdha financiare, sepse keni pasur disa probleme me persona të tretë, por ja keni ditur që të zgjidhni problemin tuaj, dhe kjo do të thotë që është momenti dhe koha e dur. 10 ditë i parë i shenjës së dashit ka disa mundësi, ka mundësi të arta në lidhje me disa takime, dhe disa takime që do të thotë takime pune, me peshorët e 10 ditë të parë, me gaforët e 10 ditë të tretë, po të kuptojmë domethënë se sa kemi një çështje fantastike me punën tuaj, do bisedoni ditën e hënë, ditën e njëjtë, janë 2 ditë shumë të mira për të zgjidhur këtë lloj problemi që mund të keni pasur më përpara, ose në çështje që kanë pasur që lidhen shumë me çështje ligjore, lidhen shumë me anën ekonomike, lidhen shumë me ndryshim pune, ndryshim vendbanimi, dhe kjo mund të ndodhi, po kjo nuk do të thotë se ka diçka që nuk e zgjidhni. E zgjidhni që ç'keme te, se tani është koha më e mirë e mundshme, dhe do e shikoni dhe vetë, sepse gjërat janë në anën tuaj, e keni mundësinë e zgjidhjes së problemit, dhe kështu që kjo do të thotë çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë e keni
të realizuar. Në çështje që kanë të bëjnë të dhjetëdhjetit të tretë dhe mundësitë që ju jepen në anën tjetër, kjo është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë shumë pozitive mbi zgjidhje të konflikteve, zgjidhje të problematikave, zgjidhje të gjërave që për shumë të raste mund të jetë edhe pak në dilemë, nëse duam neve të jemi si përmarrës diku ose bëjmë një blerje biznesi, por për blerjen e biznesit, juve të kësaj shenje duhet të jeni të kujdesshëm, mos u nxitoni sepse nxitimet e tilla ju prishin ekuilibrin. Ajo që do të them unë, ka të bëjnë shumë se nëse keni bërë planin edhe më përpara ose keni pasur disa gjëra që vërtet është dhe koha, momenti, mundësia më e mirë, juve e keni dhe si shans në lidhje me biznesin tuaj, mund të rregulloni shumë gjëra. Nëse keni pasur probleme në lidhje me biznesin dhe nuk kanë ecur ashtu siç duhet në planet e juaja, nuk është një problem për të shqetësuar fare, sepse duke pasur parasysh mbi mundësitë që do t'ju jepen dhe korrektësia që keni juve, jeni korrekt në punën tuaj, jeni korrekt me atë çka juve ju ofrohet, edhe si çështje pune, edhe si çështje ekonomie, përse përket asaj çka doni të bëni, sepse disa persona të tretë mund të ndihmojnë për të 30 ditë të kësaj shenje dhe është mundësia, sidomos 10 ditë që tretë që lidhet me shtetin, pret një lajm pune për të realizuar dhe kjo është e mundshme të bëhet, sepse është edhe koha, është edhe momenti më i duhuri, nëse do flasim në këtë drejtim, e keni mundësinë dhe momentet janë ata që ju bëjnë të ndjeni superior në këto drejtime. Në çështjet që kanë të bëjnë të 30 ditëve, që kanë një ndikim shumë të mirë në fushën e dashurisë, lidhet shumë lidhjet afatgjat, kanë bëjnë me dash të 10 ditë të parë, kanë bëjnë me ujor të 10 ditë të tretë, me ujor të 10 ditë të tretë, sidomos ka diçka shumë të mirë, sepse lidhet me takime, lidhet me vendime të rëndësishme, edhe pse koha ka treguar që gjërat janë të kontrolluara dhe nuk ka vend për të shqetësuar. Në çështjet që kanë të bëjnë ose bashkim familjar, por ju jeni në Angli, për shembull, keni një mundësi shumë të mirë si në lidhje bashkim familjar, si në disa dokumenta shumë të rëndësishme, nuk e vën dyshim, nuk e diskutoj, që ka të bëjnë me shigjetar të 10 ditë të parë, me gafore të 10 ditë të tretë, me gafore të 10 ditë të tretë sidomos, është një mundësi shumë e mirë, sepse do të zgjidhni një problem, një ngër që keni pasur para disa kohëve, dhe kjo bën që juve të jeni mjaft të ndikuar në këtë aspekt, edhe kështu që kjo bën që tani e tutje gjërat të jenë mjaft pozitive dhe të zgjidhni problematika të ndryshme në fushën e dashurisë. Dediqi i dytë në fushën e dashurisë, edhe pse kanë pasur një mosmarrveshje, i them unë, në lidhje me një takim ose lidhje me një çështje, çështje pozitive është kjo, por mund të bëni një vizitë, është mirë përse jeni prisni për një pasardhës ose diçka kësaj natyre, është një moment shumë i mirë, ditën e mërkurë, ditën e njëjtë, ditën e premte, ku janë ditë shumë të mira, 10 ditë Zotit janë, por janë ditë që keni më tepër ndikime juve, dhe kështu që kjo është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që ka ndikime, ka favorizime dhe mundësi të arta. Që kjo do të thohet duket se është shenja e demit. Të flitet shumë kur thuhet se gjithmonë demi është në kërkim të së vërtetës, për gjërat që ndodhin, për gjërat që arrin në anën e tyre, është një moment shumë pozitiv, korrekt nga shenja e demit për punën e tyre, dhe është një mundësi shumë e mirë tani, ku do të zgjidhin disa probleme, edhe pse kanë pasur lidhje me punën e tyre, është mundësia mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me takime. Dhe këto takime i bëjnë pikërisht tani. Dhe për sa i përket çështjeve të rëndësishme, periudhën që ndodhin fenomenet, është momenti i duhur. Dhe kjo, me sa duket gjërat janë mjaft pozitive, po demi i 10 ditë të parë, ka kohë që mundohet këtë periudhë, mundohet për të parë se çfarë do të bëjnë anën e tyre, po
Nuk duket se ka një problem, nuk duket se ka diçka që nuk shkon. Shkon që ç'ke me te. Është një mundësi tani, një mundësi shumë e mirë në takime, në komunikime, në marrje vendimesh të rëndësishme, shumë të rëndësishme madje. Kjo periudhë është e juaja sepse edhe në punë, edhe në takime, edhe në vendime, marrje ndryshimet janë ata që bëhen perfekte, por koha ka treguar tani e tutje që juve i keni mundësi dhe këto mundësi janë të juaja tani e tutje që do të realizoni planet e së vërtetës. Kjo do të thotë që lidhje me ndryshimin e punës e keni dhe është një mundësi mjaft e mirë për sa i përket punës suaj, për sa i përket çështjeve që juve keni, momentet që juve do ndryshoni tani e tutje, prandaj që nuk ka vend për të shqetësuar këtu në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një udhëtim që do bëjnë dhe diçi i dytë i shenjës së demit, do thotë një punë të re që ata kanë edhe presin që në jashtë, ose një dokument që e presin për një aplikim që do bëjnë. Aplikimet fakt janë shumë të favorizuara për sa përket këtyre shenjave, sepse demi gjithmonë ka ndryshimin e vet, ka mundësitë që jepen tani e tutje, por unë do t'i thosha që mirë është që t'jenë pak të vëmendshëm në atë që duan të bëjnë, pak të kujdesshëm në atë që ata presin për të realizuar në çështjet e punës së tyre, sepse duket se tani edhe pse kanë pasur çështje të lëna pezull ose e kanë zgjidhur me farë mënyre të tyre, por gjërat janë në anën e punës gjithmonë kanë ndikime shumë të mira. Duan që të shkojnë jashtë, për shembull, presupozojmë të ndryshojnë vend pune nga Roma të shkojnë në Bologna, apo nga Bologna në një qytet tjetër, në shtet tjetër, mbase është dhe koha dhe momenti shumë i mirë dhe kjo është e realizueshme, sepse me sa duket koha ka treguar që juve jeni me fat në këtë aspekt, e keni mundësinë e zgjidhjes së këtyre gjërave ku është koha dhe momenti më i mirë, më i arti në ekonomi, më i arti në vazhdimsi, më i arti në lidhje me anën e financave. Në lidhje me një bisedë që keni bërë para një jave, në lidhje me një punë jashtë Shqipërisë, edhe pse jo se ka dështuar ajo bisedë ose një çështje pune, për juve që jeni në kërkim, i punë në Zvicër ose punë të ndryshme, por rivjen prap në qendër të vëmendjes tuaj, ka 6 muaj që mund të ketë ndodhur ose keni biseduar juve të kësaj shenje, por me sa duket është momenti dhe mundësia më e mirë e mundshme që është e realizueshme me shenjën e demit, nuk ka vend për të shqetësuar për këto gjëra, sepse do keni stabilizimin dhe kjo do thotë në kërkim të së vërtetës është pikërisht java dhe kuptimi i kësaj jave. Di çfarë dua dhe do jej atë që kërkoj. Motoja, kështu që nuk ka vend për të shqetësuar në këtë drejtim, por gjërat janë mjaft pozitive dhe tepër korrekte nga ana juaj. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur një problem me ujor të diçit të tretë, duket se do ta zgjidhni pikërisht tani, sepse është e koha, është e momenti më i mirë i mundshëm për zgjidhur këto lloj problemesh. Kurse ndarjet që mund keni pasur ose jeni në kërkim përsëri të lidhjes që keni pasur që ka qenë me gaforet të diçit të tretë, është momenti për të zgjidhur këto çështje dhe jo për të agravuar ose për debatuar për gjërat që janë të përfunduara. Por diçka e re ndodh, diçka e re po gatuhet dhe kjo do jetë mjaft e mirë për një të ardhmen të afërt dhe shumë shkëlqyeshëm për jetën tuaj. Vijojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë me ndikime, reputacione, mundësi, çështje të reja ekonomike dhe në lidhje me çështjet e financave, ku është edhe momenti, ku është edhe koha e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në ekonomi dhe në marrje vendimesh të rëndësishme që do thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket shenjës së binjakëve, duket se binjakët janë shenja më me ndikim për sa i përket kësaj jave në fushën e punës tyre. Kanë pasur disa çështje të lëna pezull dikur, por jo për fajin tyre. Se është folur shumë e përfolur për binjakët edhe flasin për binjakët. Punë e madhe. Këtej ju futen, këtej ju dalin.
me firmë me vull Europopulla. Çdo shenjë ka mirësinë e vet, ka dhe ndikimin e vet pozitiv me mënyrën e vet. Sepse gjithmonë binjakët nuk janë shenja që ndikohen ose marrin mëri për diçka që ndodh. Binjakët janë shumë të butë në atë që nisin, shumë konkret në atë që realizojnë dhe të kuptueshëm, të komunikueshëm në jetën e tyre të përditshme, sepse kanë Mërkurin. Mërkuri në këndet e rëndësishme që bën, pikërisht në këtë javë, është Mërkuri në një kënd me Afërditën, që bën ditën e Mërkurit ditën e njëjtë. Kjo do të thotë para të pamara, i merrni, dhe diçi dy sidomos, sepse ka diçka shumë të madhe në lidhje me favorizimin edhe konkretizimin e lidhjeve, konkretizimin e bizneseve e të mundësive të tjera që do të kenë. Por sa jeni gati, juve që të parashtrojnë disa tema shumë të rëndësishme në lidhje me punën tuaj dhe rolin drejtues tuaj. Se ka një gjë, nëse juve i keni mundësitë të bëni diçka të madhe në ekonomi, po e keni, pse mos ta keni, sepse duket se tani është momenti mjaft i mirë për të bërë ndryshimin e punës suaj dhe kjo është shumë e mirë dhe pse keni pas debate, edhe pse të tjerët e kanë probleme, jo juve. Juve jeni në rrugën tuaj, jeni në mundësi që ju jepen tani në vazhdimsi të jetës dhe të veprimeve që do të keni. Pak rëndësi ka se çfarë juve merrni ose se çfarë juve doni të keni, dhe kjo është moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në zgjidhje të problematikave. 10 ditë që i parë është për shembull, presupozojmë në rol drejtues. Mirë, po do ta lej këtë punë sepse i është ofruar një punë tjetër, një ofertë më e rëndësishme. Mirë, po në kohën që do lini atë punë, miqtë e mi të shenjës së binjakëve, 10 ditë që i tretë që do të ketë kujdes, të rishikoni çfarë keni firmosur dhe kur, çfarë të tjerët kërkojnë nga juve para se ju bëni dorëzimet. Sepse kjo javë ndrit në gjërat e rëndësishme që të bëhen dhe të jenë sa më të qarta dhe në lidhje me protokollimet, se do flitet shumë në gjërat me çështjet në protokoll ose në gjëra që dokumenti njërën tjetrën, çështje kësaj natyre. Po mirë do ishte që të hidhni një sy. Shumë njerëz do flasin kundra jush. Pak njerëz do kuptojnë çfarë keni bërë dhe akoma më pak njerëzit që ju kanë dashur me zemër. Flas për njerëzit që kanë ndryshime të mëdha në lidhje me punën e tyre. Por a do arrin qëllimit këta që duan të manipulojnë ose duan të bëjnë të përfitojnë mbi krahët e juaja? Është zero. Nuk është e mundur të ndodhi. Dhe prandaj ju them që do ishte mirë për juve të hidhni një sy ku gjërat të jenë ashtu siç juve e dëshironi, domethënë, dhe e kërkoni. Është momenti më i mirë i mundshëm për juve të shesë binjakëve dhe keni një moment mjaft pozitiv. Në fushën e dashurisë, duket se lidhje që kanë bëjnë me vilgjëresht e 10 ditë të parë, peshk e 10 ditë të është perfektja, një vëmendje do të bëni me shigjetar të 10 ditë të dytë, nëse keni pasur probleme, keni pasur çështje që nuk keni zgjidhur, mund t'i zgjidhni pikërisht tani, se ka ardhur koha dhe momenti për t'i arritur qëllimit. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë me ndryshime dhe vendime. Kjo do thot gaforja. Rrimë të shenjës gaforres, keni një mundësi që të tjerët flasin si të duan, por nuk arrin atë që duan. Por juve do jeni gjithmonë në rolin drejtues, por jo të gjithë janë në rolin drejtues. Por unë do thosha edhe në punën që keni juve, në punën më të pastër ose gjëra që keni, mendoni shumë për gjërat që do t'i realizoni aty ku juve pretendoni, por është një mundësi tani mjaft e mirë, sepse
me sa duket, koha tregon që juve i keni mundësit dhe mundësit janë të mëdha, të tjerët kanë probleme me juve, po çfarë problemi kanë? Sepse kërkojnë disi të futen në lojë, pa janë të sigurt për çfarë do të bëjnë. Mirë po, gjithmonë gaforet ju bëjnë gjërat me vështirësi të 30 diqet. Aq vështirësi sa nganjëherë më mendoni ta lini fare. Por unë ju themi diçka. A keni vënë re kur thonë njerëzit që bëhet, dhe pas himen e derrit? Kjo është që bëhen gjërat me vështirësi. Por një gjë ju thot Jorgu, që një person ose një punë që kanë në dorë njerëzit, shenjë së gafores, kalojnë dete, kalojnë oqeane, kalojnë lumej, ku i kanë kaluar gjitha këto, nuk mbyten në rrua. Kjo është një mundësi, është një çështje jo të lidhet rastësisë, por dini se çfarë bëni, dini se çfarë kërkoni dhe ku doni të shkoni. Momenti më i mirë, momenti më i artë që keni juve të kësaj shenje, është që realizimi dhe vendimi që do të merrni pikërisht në këtë javë është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në çështjet financiare, në çështjet ekonomike, në çështjet të biznesit sidomos, sepse me biznesin janë gjëra shumë të mëdha dhe këto lidhen me punë, lidhen me korrektësinë tuaj, se ju jeni korrekt nga vetë gjëja e punës. Nuk është nevojshme tjetri të flasë për juve, kundër juve, të flasi për gjërat që pak a shumë nisin, por nuk i bëtisin, dhe ka një çështje shumë të rëndësishme që do thot financat, dhe këto do kenë duk nesër. 5 lekë sot do jenë 15 nesër. Mirë është të nashkaloni çështjet e kreditimeve. Kredit problematike, kredit që kanë të bëjnë me punën me gjëra që nuk janë ashtu siç mund të pritet, por e keni mundësinë, keni raste perfekte për punën tuaj, për karrierën tuaj, për ndryshimin tuaj, për gjërat që juve keni pasur dhe keni tani tutje për të rregulluar, sepse në vetvete juve jeni rregullatori jo vetëm i mirëfill, po e keni mundësinë për të arritur atij qëllimi që i doni të vazhdoni. Prandaj nuk ka vend fare për të shqetësuar, sepse gjërat i keni në dorë juve. Është një moment tani, është një moment shumë pozitiv, se si do që t'jenë në ana e korrektësisë, jeni shumë korrekt me punën tuaj, jeni shumë korrekt me gjërat që do të veproni, por dhjediqi i tretë është shumë i favorizuar në ekonomi dhe në stabilizimin tuaj. Meqense për ju që ndodheni në Gjermani, edhe do të bëni lëvizje atje se keni një problem vogël do të lëvizni. Mirë, po lëvizje mund ta bëni të premte shtunë diel, se janë ditë shumë të mira, ose të bisedoni me personin e duhur për të gjetur një zgjidhje, të gjitha këto, si në punë, si në biznes, si në ku doni të jeni ju. Jo për fajin tuaj ndodh një problem, por mund të ketë ndikuar në anën tuaj, por gjithsesi kjo është diçka që është kalimtare dhe jo problematike. Në fushën e dashurisë, duket se lidhjet afatgjat me peshk të dhjediqit parë, me peshore të dhjediqit të tretë, me dem të dhjediqit të parë, që është perfektja, por nëse keni ose doni të stabilizoni, është me britsjap të dhjediqit të dytë. Ku është dhe koha? Është momenti më pozitiv, është momenti më i mirë i që ndonjëherë në lidhjen tuaj, në mundësinë tuaj dhe në kohën që juve keni në rastin konkret financiar dhe dashuror, që do thot arrihet në maksimum. Sidomos kjo fundjavë mund keni dhe shkëmbim munazësh, nuk e dihet, është momenti juaj. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë mjaft pozitive dhe konkrete në lidhje dhe në shitblerje biznese. Nuk diskutohet që është shenja e luanëve. Përsa përket luanëve, luanët duket se kanë mundësinë dhjediqi parë njerë, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim,
është një moment shumë i mirë, përse përket anës ekonomike, sepse ka vënë në vit tani, dhe di shumë mirë se si gjërat shkojnë, por ka diçka mjaft pozitive. Në lidhje me takime pune, në lidhje me gjëra të rëndësishme, sepse Luani është shenja më zemërgjerë, të marrim kështu, në lidhje me tregtin Luanit. Për të sa mund të flasin ndryshe, sepse varet dhe nga ndikimi planetar, nga planetet për shembull një shenjë Luani që bën biznes me një shenjë dashi ose me një shenjë ku diun peshku, por nuk do të thotë se mund të shkojnë në vaj ose mund të shkojnë shumë mirë, por varet koha, momenti dhe kërkesa. Se kur ndodhi një moment caktuar, se çdo njeri ka një moment vështirë, ose është nevërkosa nga diçka që nuk i ka 10 minutë ku duhet, ose ka të bëjë një udhëtim që shtyhet, që e ka shumë të domosdoshme të bëj diçka, nuk i ka dalë aty ku duhet. Disa gjëra të tilla të kësaj natyre, duket se tani vjen një moment që e mendon, domethënë se çfarë duhet të bëj. Luani dhe di që të parë ka disa mundësi që do t'i zgjidhi aty për aty në lidhje me punën e tyre, në lidhje me disa momente që janë momente kyçe për juve për punën, dhe momentet që vendosni në kohën e duhur që është ekonomi financiare, vendosni gjëra që doni të bëni me anën e pozicionit planeteve, që është një mundësi shumë e mirë, por dhe çështjet e artit dhe të mundësive. Në çështjet që lidhen me të 30 diqët që kanë bëjnë me biznese, me shitje, me blerje, ata që kanë exchange, domethënë, më tepër akoma, është një mundësi shumë e mirë dhe kjo i ndihmon për të parë se ku do shkojnë dhe çfarë do të bëjnë. Duket që e çuditshme në fakt, por është e vërtet lidhje me ndikimin e euros ose të këtyre gjërave, por kjo nuk do të thotë se ndodh exchange-et kanë probleme financiare ose për ata që kanë lidhje me gjërat akumuluara dhe mund të ndikohen disi, por do gjendet zgjidhja. Dhe zgjidhja është shumë afër për shumë gjëra, do shikoni shumë gjëra që do të ndikohen në pozitivitetin tuaj, në mundësinë tuaj, në kohën më të mirë të mundshme, dhe kjo është një moment shumë i mirë dhe tepër ideal në punën tuaj, sepse ju që keni lëvizje ose doni të shkoni nga Greqia në Angli, nga Italia në Gjermani, anasjelltas ose ku diun, ose nga Shqipëria, ka diçka shumë të madhe, sepse është e mundur kjo të ndodhi dhe mund të realizohet shumë shpejt, edhe është një pikërisht kjo javë, është java shumë e mirë e mbar, siç është dita e hënë, është dita e martë, dita e diel, e hëna, e marta, e diela, janë ditë shumë të mira për juve të kësaj shenje, sepse mund të zgjidhni gjërat atje ku dëshironi juve dhe e keni mundësinë për të bërë lëvizjen e duhur. Në fushën e dashurisë, unë mund t'ju thosha që vërtet tani në këtë periudhë është një periudhë që është periudha fatgjatë në ekonomi, është një periudhë që vërtet ndryshoni shumë gjëra, lidhjet, mundësitë, mënyrën, kohën e duhur, sepse një lidhje të ketë gjatësi, një lidhje që të jetë mjaft dominante në ato që bëhet, do të thotë luan dem, do të thotë luan ujor, do të thotë luan peshk. Por luan peshk është një periudhë që mund të gjini një zgjidhje shumë të mirë afatgjatë në fushën e dashurisë. Edhe pse keni pasur shumë keq kuptime nga njerëz të ndryshëm, njerëz të tretë, mund ta themi këtë, por kjo nuk të ju prish punë juve, se flet dynjaja ose se çfarë thon ata. Juve nuk më varen jeta juaj nga të tretët, nuk më vareni me këmbët e huaja, por jeni me këmbë tokë vetë dhe kjo e nxirrni nga situata vetë gjën, problemi që keni, dhe dilni jashtë kësaj me forcën tuaj dhe atë çka juve mendoni pozitivisht dhe i arrini atij qëllimi që juve keni. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është shenja e pozitivitetit dhe e mundësive të kësaj jave dhe mund të thoret me plot bindjen që është shumë pozitive, shumë korekte nga gjërat e veta, dhe kjo do të thotë shenja e virgjëreshës.
sa i përket juve të kësaj shenje, duket se mundësit që janë tani tutje, koha kur ndodhin gjërat, është një moment tepër pozitiv, sepse ka të bëjnë me çështjet e financave, me çështjet që lidhen me punën tuaj, lidhen me disa ndikime shumë të mëdha në lidhje me karrierën. Do bëni një takim juve, po këtë takim mund ta bëni pak më vonë, jo tani, se është pak shpejt do ta thosha, por megjithse juve keni mundësinë. Dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me biznesin, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet që keni tani tutje. Po këta janë ndryshime të rralla që bëni juve, por ka një kuptim kjo gjë, sepse çështjet që keni, momentin që do vi tani tutje, është momenti më i mirë i mundshëm dhe tepër pozitiv në ndryshime që do të keni, të ndryshime të një pasnjëshme financiare ekonomike, ndryshime që edhe pse do lodheni shumë, po juve nuk e keni problem lodhjen, keni problem ekonominë dhe stabilizimin e saj. Një nga momentet më ideale që keni, ose gjërat që zgjidhen në një farë mënyre, është koha dhe perceptimi i gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Është kjo periudhë që në ndryshon. Dhe në këtë ndryshim që do të keni dhe këtë mundësi që do t'ju jepet, është mundësia dhe koha e duhur për të bërë ndryshimin e duhur për t'i arritur atij qëllimi edhe kohës suaj. Vërtet është diçka shumë e mirë dhe e pastër për gjërat që doni të bëni, kërkesat që do të keni në fushën e karrierës, po. Dhe kjo do të thotë që jam në gjendje të përgjigjem çdo lloj problemi. Dhe ky është një problem që matet, zgjatet dhe gjërat që janë konkrete në punë, lidhje me ndryshimin dhe vendimin që merrni në anën tuaj, dhe është një kohë që lidhet shumë me proceset ekonomike financiare, lidhet me gjëra që do keni mundësinë për t'i arritur qëllimit tuaj, për t'i arritur asaj çka keni dhe jeni, dhe duket se gjithmonë virgjëresha do dalin shumë të fituara. Duke filluar nga kjo javë, deri në mars të 2026, që keni një rrugtim shumë të madh. Dhe kjo do të thotë që kam një të vërtet të madhe të hidhur. Pse hidhur kur është shumë mirë, është shumë kënaqshëm? Sepse mos vlerësimi të tretëve. Dhe ata dhe marrin vesh do mërziten, sepse dulet në të drejtën tuaj. Dhe juve do të mërziteni pak sepse disa kanë folur dhe njerëz që juve keni ndihmuar. Këtu bëhet fjalë, por nuk është se keni diçka në anën tjetër ose në çështjet që mund të zhvillohen ose mund të keni gjëra të paqarta. Por kjo flitet për punën tuaj dhe atë që dini ta bëni mirë dhe t'ia dilni me sukses. Dhe kështu që kjo është koha juaj tani për të parë dhe për t'i arritur qëllimin. Në fushën e dashurisë, virgjëresha dashura keni me peshk, dhe peshqit kanë të ndikimin e vet, po keni ndikimin më të madh, do të thoshe, në lidhje me jetën sentimentale, por keni pas një ndarje me binjak, por është e zgjidhshme, jo problematike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, tek një shenjë që nuk ka qenë ajo që priteshe, por ka qenë një gjë që megjithëse ju jeni mjaft të ndërlikuar, por shumë të kërkuar. Kjo shenjë e ka emrin peshorja. Përsa i përket juve të kësaj shenje, rezervimi i kësaj jave ju rezervon pozitivitet në karrierë, udhëtime, gjithandej, momente, në një farë mënyre në ndryshimin, kufizimin, mundësin dhe realitetin. Disa çështje të lëna pezull dikur. Vjen një moment ku çdo gjë e lidhet dhe stabilizohet me kërkesat ekonomiko-financiare. Me disa gjëra që për disa mund të jetë ndryshe për ndryshe, por një e mire juaja, ose një kënaqësi më vete,
është stabilizimi, konkretizimi i punës suaj, i rolit drejtues dhe një shitje që keni bërë dhe ato para që keni marrë, keni dy plane. E para është të nisni një biznes tjetër, jo i njëjtë me atë që kishit, dhe të shikoni, të arrini aty ku juve pretendoni në fakt. Dhe kjo do të duket nuk mund ta shikosh për një vit ose për 6 muaj. Ose blerjen e një objekti, një pasuri paluajtshme, një tokë për të ndërtuar, një shtëpi. Gjithmonë peshorët e kanë ëndër këtë, do thonë juve, por shumë peshorët që dëgjojnë në këto momente, thonë, unë nuk e kam nevojë të shtëpisë, shtëpi kam. Nuk i drejtohemi individit. Flasim për shenjat në përgjithësi. Individi mund të ketë diçka tjetër, mund të ketë diçka që lidhet me punën ose lidhet me çështjet e tjera, por gjithsesi janë disa plane që keni, po janë të realizueshme. Periudha që ndodhin fenomenet që kanë kuptimin e vet në punë, kanë kuptimin e vet në gjërat që do të bëjnë. Por gjithsesi është momenti tani, është e periudha që doni t'i nisni dhe i nisni, doni t'i arrisni qëllimit tuaj me të drejtën tuaj në fushën e ekonomisë, në fushën e ndryshimeve, në fushën e gjërave të mëdha që keni. Me pak fjalë, është një moment mjaft i mirë. Prandaj bini pas në kohë, sepse gjërat janë pozitive dhe tepër ideale për të zgjidhur çështjet e juaja. Këto janë çështje momentale për ekonominë tuaj, sepse është stabilizimi, por dhjetëdiçi i tretë që lidhet me udhëtimin do shkoj jo vetëm sukses, por do shikoj shumë gjëra të realizohen. Meqense kanë pasur çështje të lëna pezull, kanë pasur çështje të zgjidhin disa probleme të vogla, më përpara nuk e kanë zgjidhur dot, por unë them që gjithmonë peshorja është në anën e vet. Dhe kështu që ka diçka shumë të madhe që do ta zgjidhë në fushën e dashurisë. Një ndarje që ka pas peshorja, ka pas me dash, ka pas me akrep të dhjetëdiçit të tretë, por me luan, pse jo? Mos ju ndani, sepse bashkim familjar do keni me luan. Ua garantoj 100%. Sepse është një kohë, është një mundësi dhe është shumë e rëndësishme ndodhit e këtyre gjërave dhe nuk ka vend për të shqetësuar në këtë aspekt, sepse juve mërziteni për gjëra që nuk varet nga juve, edhe pse keni pasur probleme, edhe pse keni pasur çështje të lëna pezull në ekonomi, të lëna pezull në ndryshime, në kohën e duhur dhe në momentet e duhura, vjen një periudhë tani që është një periudhë ku gjërat kanë rëndësinë e vet, kanë mundësinë e vet. Prandaj kjo është ajo që themi, po i kemi mundësitë, po kemi këtë që duam të arrim majat me veten tonë, me atë çka jemi, me atë çka kemi. Nuk mund të ndryshoj unë, se do tjetër të ndryshoj. Nëse dua unë vetë të ndryshoj, se kur ka marrë një jetë, nuk ka marrë nëpërmjet tjetrit. Haj që kërkon sot, thot nuk do bësh kështu, do bësh kështu, siç them unë. Pra, nuk jam send, por jam dikush tjetër më ka prur që të plotësoj një dëshirë në këtë tokë, edhe për të përtejmen pastaj që është krijuesi, na ka sjell dhe na ka dhënë letër me vlerë për të jetuar. Prandaj keni kujdes nga ato gjëra. Kjo lidhje që mund të jetë me bashkim familjar, mund të jetë me dash. Të dhjetëdiçit të dytë është diçka shumë pozitive, madje është vazhdimësia dhe korrektësia juaj. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që është mjaft e vullnetshme për nisma të reja dhe për shitblerje të gjërave të mëdha që lidhet shumë në këtë javë, që do të thotë akripi. Akrepët po, kanë shumë për të bërë në këtë javë. Edhe pse akrepët janë shumë të ndikuar në këtë periudhë, kanë disa mundësi në lidhje me takime pune, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të rëndësishme sidomos. Është koha juaj, miqtë e mi, të kësaj shenje,
Prandaj bini pas, sepse koha ka treguar që jeni në gjendje për të rregulluar, për stabilizuar gjërat e juaja. Prandaj, kjo periudhë është më e mira për juve dhe keni mundësinë për të zgjidhur problemet e pasjellur më përpara. Por gjithashtu ka diçka në këtë mes që e nisni një punë dhe do ishte idealja, do ishte perfektja që juve ta përfundoni nëse nisni një punë të re, sepse është për juve, është një periudhë mjaft e mirë nëse juve e keni dhe si mundësi, por në gjërat e tjera duket se çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet, sepse e keni mundësinë e një arritje të shkëlqyer, dhe kështu që çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë e keni mundësinë për ta realizuar një herë mirë këtë çështje, sepse lidhet me anën e financave, lidhet me ekonominë. Ekonomia është baza për juve të kësaj shenjë. Akrepët kanë një ndikim të tyren, kanë një program të tyren. Është ndryshe Samsungu, është ndryshe Apple-i, është ndryshe, pra të dy telefona janë, por kanë programe të ndryshme. Kjo është dhe tek akrepët. Akrepët mund të duken me të tjerët njësoj, por nuk janë. Sepse kanë mënyrën e tyre të shprehurit, kanë mënyrën e tyre të punuarit dhe të specializuarit. Duhet të kuptojmë diçka. Jo të gjithë janë njësoj. Edhe gishtat e dorës nuk janë njësoj. Pra duhet të kuptojmë. Ka një arsye që të dim për çfarë neve na intereson individualisht, na intereson kolektivisht, apo na intereson sepse duhet me që se jemi të realizojmë diçka. Po me qenë se jemi të bëjmë këtë punë, atëherë ka përfunduar gjithçka, diellë ka përfunduar pa lindur. Nëse duam që të nisim një punë dhe t'ja dalim mban akrepët, pa dal dielli akoma, e ka nisur. Dhe kur del dielli që shkëlqen, janë gati që ta kenë në mendjen e tyre atë që kanë vendosur. Pra do të thotë e shijojnë. Momenti që kanë bënë, lumë ata që kanë akrep në punë dhe mirë ata që nuk i dinë vlerën. Sepse lidhje me punën, në çështje kolektive, në role drejtuese, nuk dinë të bëjnë hile, nuk dinë të përfitojnë pa punuar. Po. Do thonë juve po njoh akrep, po Jorgo që këtu, po jo është kështu, po është ashtu. Mbase planetet e tjera nuk do jenë tek akrepi, ose ka diçka tjetër që duhen në kohë. Janë tjera gjëra. Sepse individi është individ, kolektivi është kolektiv. Apo dhe gjërat e tjera. Gjithsesi ka të bëjnë me punën që ata marrin përsipër dhe duan që ta stabilizojnë vetë ata dhe të arrin atje ku të dëshirojnë, sepse me qenë se kanë dhe momentin, kohën e tyre, për të 3-10 ditësht që kanë një mundësi të artë, nëse ta marrim të, dhe ja arrisin qëllimit. Do kenë një kontratë shumë të rëndësishme këtë javë nëse duan, që të arrisin majat, tani juve akrep të dashur, realizojeni. Juve që jeni, ose do të shkoni me punë në Zvicër, do të shkoni me punë Austri, do të shkoni me punë në Gjermani, në këto vende, është një moment shumë i artë dhe mund të realizoni. Në fushën e dashurisë, duket se akrep dem, akrep luan, akrep ujor, është koha më perfekte dhe e keni vetë në dorë. Prandaj rregullojeni, stabilizojeni jetën tuaj të ardhmen e ndritshme në familjen tuaj. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që ka shumë për të thënë, ka shumë për të dhënë dhe kënaqësia është e tyre për të realizuar planet që ata kanë. Do të thotë shigjetari. Përse përket shigjetarëve? Shigjetarët duket se
momenti, periudha, koha është me juve. Stabilizimi dhe çështjet konkrete që keni juve të kësaj shenje, duket se ja keni bërë hizmetin gjës, ekonomisë, punës, stabilizimit dhe çështjeve konkrete. Është një moment mjaft i mirë dhe tepër stabilizues. Është një moment ku çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet me disa takime, disa bisedime që juve keni. Është një moment mjaft i mirë, i realizueshëm me punën, i realizueshëm me karrierën, por gjithashtu është koha dhe momenti për çështjet e financave, për gjërat që doni të bëni në kohën e duhur. Dhe është një mundësi shumë e mirë për ju të shqiptarit për të arritur atje ku juve pretendoni dhe dëshironi, sepse lidhet me punën, lidhet me karrierën, lidhet me ndryshimet që mund të bëni, ndryshime e juaja ku keni mundësinë e lidhjeve, çështjeve konkrete për ekonominë edhe për stabilizimin. Megjithatë, është edhe koha juaj tani për të zgjidhur problematika të ndryshme në çështjet të mëdha financiare, dhe është dhe periudha tani. Kjo periudhë duket se do t'ju ndihmojnë për të arritur në finish, për të arritur majat në ekonomi dhe jo vetëm. Meqense çështjet që keni në anën e biznesit lidhje me karrierën, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv që mund t'i zgjidhni gjërat e juaja. Keni mundësinë është ajo çka keni, çka jeni në fushën e biznesit dhe në lidhje të ekonomisë suaj, sepse me ekonominë ju e keni një ndikim shumë të mirë dhe kjo është ajo që ju bën të ndjeni mirë me veten tuaj, të ndjeni mirë me ato çka keni, sepse duket se kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër ideale, është për drejt stabilizimit të financave, e keni pasur dhe do ta keni mjaft të mbar në këtë drejtim. Shqiptarët asnjëherë nuk kanë gabuar në fushën e biznesit, sepse askas mbarohet për ta, prandaj e din shumë mirë se ku gjërat vijnë dhe realizohen. Por në lidhje me lëvizjet që do të bëni me pak kujdes më tepër. Po pse? Ka problem, mos ta bëjmë. Mos ta bëni që me ta, por të siguroni para se shkoni se mos shkoj rruga dam, bosh. Edhe humje kohe dhe humje leku. Por në njëra anë e keni mundësinë sepse do ta zgjidhni problemin tuaj dhe çështje konkrete, momentet janë ato që ju bën të ndjeni mirë, ju bën të keni mundësinë e ekonomisë dhe stabilizimit, gjërat që do të ndikohen tani e tutje i keni sepse është e mundësia e artë, është e periudha kur juve do të ndikoheni, dhe kështu që kjo është diçka shumë pozitive, është diçka e mirë dhe e mbar në lidhje me takime pune, në lidhje dhe me dashurinë. Me dashurinë, lidhje që do të keni kujdes është me virgjëresht e dhjetëdhjetë të parë, me gaforet e dhjetëdhjetë të tretë, që është diçka mjaft ndikuese, por pse jo dhe me peshk të dhjetëdhjetë të tretë, ku është një moment shumë pozitiv. Të palidhurit ose ka një njohje, më ta kthen lidhje serioze, është shqiptar pinjak, shqiptar dem, ku është koha më pozitive dhe më e artë në këtë drejtim, por gjithashtu dhe me luan të dhjetëdhjetë të tretë. Kjo ka një mundësi dhe një çështje që mund të jetë e zgjidhshme në kohën e dur, në momentin e dur për gjithçka juve interesoni dhe dëshironi. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme dhe të kuptueshme dhe rolet drejtuese që ata kanë, që do të thotë shenja e bricjapit. Për sa i përket shenjës së bricjapëve, duket se bricjapët kanë disa mundësi tani, dhe këtë e realizojnë sepse din shumë mirë çfarë do bëjnë. Është momenti më i mirë i mundshëm në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime, dhe këto ndryshime që ata kanë është një mundësi
një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për zgjidhje të problematikave që juve keni. Është një moment mjaft i mirë në lidhje me një takim pune, sepse jeni në kërkim në udhëtime të largëta që do bëni, ose jeni në udhëtime sipër, ku atje do dili shumë fituar. Gjithmonë britsapët din se si përfitojnë. Britsapët kanë gurin dhe arrën dorë tani, gjejnë një vend për ta thyer, ku është një kohë shumë e përshtatshme, e volitshme në lidhje me ndryshimin e madh, në lidhje me kuptimin e jetës dhe të gjërave të tjera që do të pasojnë më tej. Është një periudhë tepër dinjitoze, mjaft pozitive, konkrete në atë që juve jeni dhe keni, dhe është momenti më i miri mushëm tani. Nga tani e tutje, i keni të gjitha mundësit dhe është shumë e rëndësishme periudha kur ndodhin fenomene dhe pikërisht është tani, ku keni të gjitha mundësit e zgjidhjeve të konflikteve, sepse mund keni pasur probleme ose mund keni pasur gjëra që nuk janë zgjidhur për një arsye apo për tjetër në lidhje me takimet, në lidhje me ndryshimet e vendit punës, por gjithsesi koha është mjaft e mbar dhe ka të bëjnë me një çështje e lënë pezull, për çështje pune bëhet fjalë, por nuk do thosha që pse nuk heci përpara një çështje që juve e kishit të sigurt për ekonominë, e kishit të sigurt atë që doni të bënit, por nuk e realizua dot për arsye të jetës suaj. Megjithatë, kjo periudhë juve keni miqtë e mi të shenjës së britsapëve, shfrytëzojnë në maksimum se ka për t'ia vlejtur si në lidhje me çështjet e punës, si në lidhje me çështjet e ndryshimeve. Ndryshimet papritura është diçka e rëndësishme në kohë, momentale në gjëra që do të bëni, dhe kjo është një periudhë që vërtet zgjidhet problemi juaj, zgjidhet ajo çka jeni, ku do të shkoni. Është një mundësi shumë e mirë se keni disa periudha të mira të arta në lidhje me takimet e punës, dhe kështu që kjo do jetë e sigurt për të stabilizuar ata. Dita e hënë, dita e premte është mjaft e mirë se ju ndihmon gjënën, por meqense jeni pak a shumë në dilemë për nisma të reja, unë them që do bëni pa kujdes. Nëse doni të nisni një punë ose e keni biseduar me X-in e Y-in, nuk u ka dhënë akoma se keni marrë atë haberin, lajmin që duhet me patjetër juve të nisni diçka ose të firmosni një kontratë paraprake. Por këto kontrate paraprake ose blerja me dhënje një shumë parash para dhënje, unë do thosha mos e bëni. Prisni pak. Sepse ju s'është koha, domethënë, por kjo javë është java që më jepen shumë mundësi, por nga gëzimi, nga ajo çka vullneti që kam, e teproj. Më mirë beso kontrollo. Do ishte më e mirë dhe më e udhës që të realizohet. Në fundit ju dini të fituar, nuk është se do humbisni. Ka do me thënë një ndryshe. Dhe si do që të vinë gjërat, është koha juaj, është momenti juaj, i britsapëve, t'ja arrin qëllimit. Kurse në fushën e dashurisë, lidhje që kanë të bëjnë, gaforet të 10 ditë parë, peshk të 10 ditë tretë që është perfektja, por ka dhe diçka tjetër me një trekëndësh që bën Jupiteri, planeti i fatit dhe i mundësive, me Saturnin, mësuesin e universit, që është guvernatori i britsapit, ka një ndikim shumë mirë në lidhje, ose keni pas një njohje, jeni ndarë për një fjalë goje, dhe kjo fjala e merrera dhe ngelet ajo që është e shpirtit dhe e zemrës, që fuqizohet më tepër, është me peshore dhe me gafore të 10 ditë të tretë, ku shkoni deri në martesë. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, një shenjë me autoritet, pozicion perfekt, që do të thotë shenja e ujorit. Përse përket juve dhe kësaj shenje, duket se
mundësi që kanë të bëjnë lidhje me anën e punës suaj, keni disa mundësi. Mundësit më të mira, ose më të qarta, nëse do ta flasim në këtë formë, kanë disa, por ajo që do jetë më premtuesja në lidhje me çështje ekonomike financiare, në lidhje me gjëra që do të keni një punë të re, ku do ta nisni, është momenti më i mirë tani në këtë periudhë, sepse sado gjërat vinë, ikin, apo disa çështje që kanë të bëjnë me biznesin, ka bëjë shumë me biznesin, ka gjëra të tjera që juve do bëni një kontratë shumë të rëndësishme. Kjo kontratë e rëndësishme është ekonomia, është disa shitblerje që do bëni, por këto janë për ujorët. Ujorët janë qendra e gjithçkaje, sepse kanë intuitën, kanë edhe momentin dhe mundësinë që atyre ju jepet. Dhe kjo është që vërtet ka ndryshime shumë të mëdha, favorizuese për kohën, për momentin, për ndryshimet e mëdha që do vinë, por nuk ka vend për të shqetësuar në krahun tjetër, sepse është edhe momenti, është koha më e mirë e mundshme në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime sidomos, e keni dhe jeni në anën tuaj. Sido që të vinë gjërat, nga do që të ta ktheni, është periudha më e mirë e lëvizjeve dhe e ndryshimeve që do të keni në fushën e karrierës. Lëvizjet që do të bëni, nëse juve jeni të destinuar ose dëshironi në lidhje me punën, udhëtime për në Angli, dokumenta në Angli, në Gjermani, në Francë, ose keni pas probleme në Francë, se janë ujor për na e kanë këte, ka një mundësi zgjidhjeje që mund të ndodhi pikërisht tani në këtë periudhë, që është një periudhë shumë afatgjatë, ku është momenti i duhur, dhe kjo periudhë është periudha më e mirë e mundshme për të zgjidhur çështje problematike, për zgjidhur gjëra që janë të pazgjidhura dhe periudhat që ndodhin këto fenomene. Për sa i përket të çështjeve edhe lidhjeve afatgjat, është koha dhe periudha ku juve ju ndihmon fati, ku juve e keni dhe mundësinë, keni një çështje shumë të madhe drejt për së drejti me ndikimet e juaj, dhe kjo është një moment shumë i mirë dhe tepër ideal. Disa çështje të tjera, nuk mund të themi të harruara, se kjo ndikohet sepse lidhet shumë me disa çështje financiare. Unë do t'ju thosha ujorëve, mund bëni çfarë të dojë bërë të zemrës tuaj, si të dëshironi juve, por nga dita e hënë deri ditën e mërkurë, bisedojeni në lidhje me banka, shumë marrni kreditimi, në kredi, bisedojeni, por vetëm në bisedime. Nga e inquietudje, pastaj shikojeni, sepse deri mërkurë ka gjasa që ajo kredi që doni të merrni mund të mos jetë e duhura dhe mund të futeni brenda. Vini brenda me kuptimin e fjalës të bëni një diçka që duke dëgjuar njerëzit, tha filani kështu se po të kem këtë gjë unë do eci përpara. Tha filani që nëse unë blej një shtëpi jap me qira dhe nxirr këto, flasim për supozim, do blej një makinë sepse kjo makina mua do më japi mundësinë do ta shes ose do bëj tregti. Të gjitha këto, nga këta që thonë, ka thonë për muhabet, për të kaluar kafja më mirë, sepse kafja pihet me muhabetçin. Spihet nga njerëzit vetëm, pihet vetëm kur në këmbë dhe pa sheqer, që të mbledhë mendjen. Për disa e duan petmes, kemi që bëjmë, e duan në të mbledh shumë. Por gjithsesi, mos dëgjoni çfarë thotë dhënjaja. Sepse jeni në një kohë, do thoni ju ku jemi në një kohë, në pikën 0, nga fillimi, ju shkoni në maj. Kjo nuk do të thotë se jeni në 0, por në anën tjetër, koha tregon që çdo gjë shkon mbar, çdo gjë arrihet në lidhje me punën që keni, në lidhje me ndryshimet që juve keni, dhe është një moment shumë pozitiv për të zgjidhur problematikat e juaja. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luan, dem është perfektja, ujor, peshore është konkretja. Prandaj bini pas, sepse është diçka shumë e mirë. Bashkim familjar në Angli duhet të jetë me ujor luan, të ditë që të dytë që është diçka shumë pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, vijojmë tek një shenjë me rëndësi të veçantë dhe me momente perfekte në ekonomi dhe rol drejtues, që do të thotë peshqit.
Përgjithësisht e peshqve, çfarë ndodh? Tani për tani, me qenë se jeni në fillim të muajit, fillimi i gjërave të reja, periudha kur ndodhin gjërat dhe çështjet që janë ideale për zgjidhur problematika. Kemi dy gjëra kryesore që lidhen me ekonominë, që kjo do të thot shqiptar të 10 vjeçit të parë, do të thot binjak të 10 vjeçit të tretë. Periudha që arrihet dhe suksesi është garancia, është momenti dhe koha më ideale. Për sa i përket ekonomisë, për sa i përket vazhdimësisë, punës, biznesit, periudhës, është momenti më i mirë i mundshëm. Duke pasur parasysh disa ndikime nga më të mirat që vë keni, sepse peshqit shquhen për zgjuarsin, mundësin, edhe pse kanë vuajtur shumë në punën e tyre, në takimet që ta bëjnë, në vendimet që ta bëjnë, sepse i marrin, por edhe nga do njëherë lëshojnë për në fitimin e tjetrit, si për të marrë punën, emrin e kanë kriju. Nuk është që krijimi emri. Punën di ta bëjnë mirë, ku nuk e bëjnë do të tjerët. Por për pagesat nuk paguhen ashtu siç duhet. Në bisedimet që do të bëni tani e tutje miqtë e mi të kësaj shenje, nëse keni mundësinë zgjidhjes e problematikave, sepse unë kemi edhe nga më të ndryshmet, është edhe koha ku ndodhin fenomenet të rëndësishme, periudha të rëndësishme, ku ka të bëjnë ekonomia, ka të bëjnë stabilizimi, ka të bëjnë marrje vendime të rëndësishme në kohën e dur, por është një moment që juve e keni mundësinë që do t'ju jepet në rolin drejtues. Lërani se çfarë do thonë të tjerët. Juve do shikoni ajo që juve ju përket dhe ju ndihmon në gjërat e juaja. Është shumë e rëndësishme periudha kur ndodhin fenomenet ose periudha kur gjërat lidhen aq shumë sa ngadonjëherë mund mos jetë ajo që pritet, por keni kohën tuaj miqtë e mi, që dhe të zëvendësoni gjëra që kanë qenë pazëvendësuar, kanë qenë momentale, do themi dhe këtë, por është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv mbi takime, mbi ndryshime, gjëra të rëndësishme, periudha që ndodhin këto fenomene, por megjithatë është koha të zgjidhni problematika të ndryshme. Është koha të arrini majat në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht të 10 vjeçit të parë, mos ju ndani se është diçka shumë e madhe dhe zakonisht bëjnë djem. Me shigjetar të 10 vjeçit të tretë është perfektja, kurse me binjak është vetjeta. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj jave kaq të rëndësishme dhe kaq ndikuese në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në fushat të ndryshme, pra që neve tham, si në çështje ekonomike, si në çështje të biznesit, sepse lidhet shumë me biznesin, por gjithsesi kjo ka pasur, ka dhe ndryshon. Tani, para se të ndami bashkë, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Kudo ndodhen në Shqipëri apo në diasporë, dhe jeni në kërkim të bashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithë çka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe atu jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypeit. Për juve që doni në kohën që ne jemi live, e do të dërgoni mesazh. I keni mendjen, do të dërgoj mesazh jo se shoh është live apo nuk është live. Ta provoj. Atëherë keni këtë butonin këtu. E klikoni dhe pastaj jeni gati për dërguar mesazh. Pra, këto ishin për sa përket kësaj jave, nga data 27 deri më datën 2 nëntor të 2025. Një rrepulla. Jesmirat.